Më shumë keni nevojë me të drejtën. Meshkujt në këtë rast janë kaq dhënë ndaj gruas. Kjo vjen edhe për faktin se ata shpesh po t'i pyesësh meshkujt kush do që t'jetoj më shumë ti apo gruaja, gjithë meshkujt do të thonin unë të hiki, sidomos kur janë më të madhe patjetër, që të hiki përpara, nuk e durojnë dot vetmin meshkujt, e duan patjetër atë që ta kenë mbështetje, sepse gratë e kanë shumë më kollaj të jenë vetëm, edhe pa burra. Dhe sot janë hapur dhe këto agjensi turistike dhe unë e shoh edhe në Shqipëri, edhe gratë veç kur me njëra tjetrën dalin shëtitje. Gratë në shëtitje, a? Që knaqen. Edhe madje po t'i pyesësh kur janë dhe që ju kanë vdekur burrat ose janë darë që pse nuk lidheni prapë, jo, ne i kemi provuar, ne i kemi gjithë mirat, fëmijët i kemi rrethëqar, kur i duam i kemi rrethëqar, jetën e kemi të bushur plot, dim bëjmë punë shtëpie, di të bëjmë gjithçka. Kështu që çfarë më duhet që të kem prapë një burr. Të shkretit na që na kemi nevojë për grua. Më shumë keni nevojë me të drejtën. Po për ju inspirim sa është në këtë rast populli shqiptar. Duke ditë se e diskutuam edhe pak më herët se kemi edhe këtë tradicionalin, por në ekstremin e madh kemi edhe atë modernën. Jemi midis. Po energjitë të cilat po dynden kështu njëra me tjetrën. Kështu që sa për ju po është një mundësi inspirimi për të shkruar. Sigurisht që është, sepse në shoqëri ku nuk ndodh asgjë, duket sikur s'ke për çfarë shkruash. Kështu që keni gjithmonë ndodhin çuditëra. Sigurisht atje në Skandinavi nuk shkruajnë libra, sa ata janë qetë totalisht. Tash edhe mund të shkruajnë, po ne jemi gjithmonë të inspiruar, sepse gjithmonë ndodh diçka. Më kujtohet një miku im që thoshte, më mirë kur i bëj pushimet në Shqipëri se do ndodhi diçka gjithmonë dhe ke adrenalin. Ka atë ngjarje çuditshme. Kur jam në këto vende, shu një qetësi e madhe me zi shty. Kështu që inspirohemi patjetër, përtesha ka shumë gjëra, ka shumë tema, dhe sidomos përballja me këtë që thamë, me mentalitetin, përballja me opinionin, dhe gjithë problemi është jo ti përjashtosh, edhe ata që mendojnë ndryshe nga ty. Ti gjithë pranosh, por unë gjithmonë them që emancipimi i një shoqërie vjen nga ajo është një rreth, është një stres intelektuale të cilët gjithmonë ata bëjnë ndryshimin. Dhe pastaj kjo zgjerohet. Sa më shumë zgjerohet dhe kur themi ndonjëherë, për shembull, në Gjermani njerëzit janë të emancipuar, apo në Itali ose në vendet europiane. Këtu nuk është problemi se dhe atje nuk ka njerëz tradicional apo të pa emancipuar. Po është e përgjithshme. Është e përgjithshme e një shoqërie, edukata, kultura e një shoqërie, kultura si mëson fëmijët, si e bën që të mos e dalloj djalin nga vajza, se tani me thënë të drejtën gratë edhe andej kanë goxha të drejta, sa ndonjëherë dhe burrat kanë filluar të thonë që ne na mungojnë të drejtat tona. Do të krijon ta shoqatat e burrave. Kështu që avash, inshallah ndodh që edhe gratë i kenë shumë të fuqishme këto. Shiko, nuk është se ligjet nuk janë, punar se si zbatohen.